Ju tregoj se çfarë ha Amara gjatë një jave. Duke qenë se unë flas shumë për ushqimin e shëndetshëm, është një nga prioritetet e mia dhe të familjes time. Thash, okay, pse jo? Të kalojmë nga këto këshillat në teori, që dhe këto i kam dhënë her pas here në këtë faqe, në faqen time në YouTube, Aurona Musta, bëjni subscribe, dhe të tregoj praktikën. Çfarë i jap unë vajzës time Amarës çdo darkë. Para se të filloj, t'ju tregoj ditën e parë se të shehën, do t'ju them që mëngjesi është thuajse gjithmonë i njëjtë. Unë jap kos ose kefir me fruta të thata që variojnë, mund të jenë arra, mund të jenë bajame, mund të jetë kajsus, por kryesisht tek arrat dhe tek bajamet qëndrojmë, boronica ose mjedër, gjithmonë një nga të dyja, një gjysmë banana dhe ndonjëherë pak gjalp kikiriku, ndonjëherë pak mjaltë dhe kanellë. Në pjesën më të madhe të rasteve, 90% të rasteve them është kjo. Her mbas here kur Amara ma kërkon sepse e pëlqen, i bëj dhe trahana. Dhe ndonjëherë ha dhe bukë që është kryesisht bukë e zezë ose bukë me fara, bukë integrale, me domate, spec, kastravec dhe një vezë ose pak djathë ose pak avokado. Kjo kryesisht gjastin nëse verës, ku i kemi kastravecat e domatet e specat të sezonit, ndërsa tani ja alternoj, bëj me mund të jap karrot, që po ashtu Amara e pëlqen shumë, avokado sërish, vezën, djathin apo gjizën. Pra, ky është mëngjesi. Drekën Amara e ha në shkollë. Me thënë të drejtën, edhe pse Amara është një fëmijë që gjithmonë ka ngrënë ushqim dhe nuk e kam pasur problem të pjesën. Problem kam cilësinë e ushqimit që hahet në shkollë, por nuk kam çfarë të bëj, është në shkollë që është në orën 4, duhet ta konsumojnë atje drekën, kështu që shkollën në drekën e ha në shkollë dhe kur vjen në shtëpi pastaj mbasi bën të gjitha kurset që ka, kryesisht rreth 7:30, 8:30 në varësi të ditës të kurset që ka, darkën e ha gjithmonë në shtëpi. Çfarë i kam përgatitur sot? Ja t'ju tregoj. Kjo është darka e Amarës sot. Ja, që t'ja shikoni edhe pak më mirë dhe unë të them se çfarë janë këto. Këtu kemi peshk, ja kam bërë gati, se normalisht është akoma e vogël dhe kemi frikën e halave. Karrotën, që siç u thash është një ndër perimet e preferuara të Amarës, dhe këtu janë muffins me quinoa. Çfarë t'ju them, çfarë të hani? Janë fantastike. Unë recetën e tyre e kam publikuar në faqen time në Instagram, Aurona Musta, mund shkoni aty dhe ta shikoni, sepse më bindu që do ta dashuroni, do ta pëlqeni shumë dhe fëmijët tuaj do ta pëlqejnë shumë. Kanë në bazë quinoa, spinaq, qep, kanë bajame të grira, të sulmuara thuajse, po dhe gjik shumë me copa të vogla që t'i ndjellë fshija. Kanë djathë të bardhë, bëhen bashkë dhe futen në furrë, ngjihen për 20-25 minuta, del në këtë formë dhe mbasi nxjerr nga furra i hedh sipër avokadon që thjesht e ke bluar, se shtyp me luk, varet, s'ta keni më kollaj, dhe shihen e kanë, nuk e di ndaj që po i shoh për këtu, unë i kam ngrënë të mia, se e kam mbyllur darkën, se jam me fasting tani, e mbyllën 6:30 bazite. Dhe kur i kam këtu përpara, nuk e di, aq shumë të ndohen që t'i fus një kafshat. Dhe kjo është darka e Amarës. Më mbrapa, unë i bëj dhe një pjatë me fruta, që sot ka moll, rush dhe mandarina. Kjo është darka e së hënës. E martë, unë sa po vajta të merja Amarën nga gjimnastika, erdhëm në shtëpi dhe i bëra me vrap darkë, që është një darkë e shpejt, por jo e shpejt e pashëndetshme. E shpejt dhe e shëndetshme me gjëra të mira, dhe do t'rregoj tani. Darka e Amarës konsiston në pjadin me spinaq, tomate, kastravec trushi, qep e kuqe dhe fileto pule që kam bërë në air fryer. Do ta mbyll dhe do ta vendos në zgar. Gati! Oh, sa e mirë. Uri të hash se ta hëngri macja. E parë, si të duket darka? Nuk e bërë në njërë tjetër. Të pëlqen. Është ndër darkat e tua preferuara. Dhe pse nuk ishe makarona me tonë. Çfarë hëngre në shkollë? Makarona. Vërte? Po tjetër? Makarona me çfarë ishin? Me salcë. Makarona me salcë. Dhe supë. Po thuaj me çfarë ishte? Karota. Të qeu? Ok.
Të të lërë hash buk tani? Mirë. Unë sa po erdha nga një event ku isha ftuar sot, ku duhet flisja zërat e medjes dhe është e mërkur, nuk do harroj qëllimin e kësaj viti të tregoj se çfarë ha marrë çdo darkë gjatë gjithë javës. Unë ja bën video ashtu? Po, ja kisha lënë, po, hajde. Unë ja kisha lënë gati, kishim sardele, cilat i kam edhe unë, shoqëruar me pilaf dhe me sallatë me lakët bardh, karrot, qepë kuqe dhe pak majdanoz. Kjo ishte darka, si ishte të pëlqeu? Ë? Shijoj dhe sot? Pjesa ime e preferuar është mandarina. Tani po ha përshëron vetë mandarina, frutat, sepse frutat janë shumë të rëndësishme. Unë po vdes për buk. Ja, unë po më hartë shumë, se pëlqen të përdor fjalën, unë po vdes për diçka. Unë po jetoj për të ngrënë sardele. Për që po iki? Po video së muaj, për ty. Sa shumë të jënë të rinë dhe shime me nesër. Që ti gatuaj marmarës nesër në darë. Makarona! Për dhe sot, Shofim. kam kërkuj gjithë javën. Shofim. Ora 8, po përsa marrën vi nga gjimnastika, dhe si dhe Tomi. Kam pasur një ditë të ngarkuar, se që janë po e të gjitha ditë e mia, por pas ditë në fakt më kaloi ndër të tjera dhe duke gatuar. Dhe darka e Marës ishte edhe darka e Tomit, pjesërisht darka ime, është kjo. Ka kuskus me karkaleca, këtë vendosa të bëj sot për darkë, për Amarën, shoqëruar me avokado, çerek avokado dhe me brokoli. Është një pjatë e balancuar, që ka proteinën nga karkalecet, e po ashtu yndyrën e mirë nga karkalecet, yndyrën e mirë nga avokado, ka fibrat nga avokado dhe nga brokoli, shumë të rëndësishme në një vakt ushqimor edhe për mikrobiomën e zorës, fibrat që i marrim nga disa produkte ushqimore, por kryesisht nga perimet janë shumë të rëndësishme, prandaj perimet duhet të kemi në çdo vakt dhe t'i ham. Dhe karbohidratet në këtë rast t'i marrim nga kuskusi që ne na pëlqen dhe e përdorim herë pas here në familjen tonë. Kjo është darka dhe po ashtu, mbas darke, do t'i jap dhe këto biskotat që i bëra, i gatova vetë, janë me miell bajame, janë fantastike, janë shumë të mira. Në shkoni në faqen time të Instagramit e Lona Musta, e kam publikuar aty recetën e këtyre biskotave dhe duhet i bëni sepse me të vërtet që janë shumë të mira edhe për ata që janë me regjimin keto sepse nuk kanë karbohidrate. Më thoj shpirt? Po që në zafëroj. Ti se që më thuki në shumë se marrë. Po kjo? Ta që do të bëja redimik, po pastaj të bëra kuskus me karkalesa. Dhe me thënë të pëlqeu, darka. Shumë. Redimik së shumë mirë, po thëmë. Mirë pra mirë, pëlqeu? Po. Kjo, e bëj shkolla, edhe mua edhe të shkolla shumë të gjemë, kjo, Se kështë kuskus në shkollë, thot? jo sot. Aha, thashu. Qa kështë sot në shkollë? Po, pilaf me grosha. Nuk kanë nga gjithë, se ishte shumë. Ishe shumë? Së pëlqeu, nuk është e mirë si dhe banana. Ku ka sot ajo? Mirë, baro atë pasat të kemi dhe biskotat. Po biskotat? Këtyra jo të fletve. Më ardhe këtë për në shkollë. Në të të madhen, mirë se janë Ja, për të për qyri kur të shkët e kodra. Nesër për... Ato? Halloween-ën. Bëfshin mirë. Thank you. Është e premte, unë sa po kam ardhur nga një ditë e gjatë gjyrimesh dhe përputhën, e gjyrojmë gjithë ditën. Prej sa marrëm të vi në shtëpi, ajo ka dalë bashkë me shoqet për të trick or treat, festoj Halloween-in. Dhe unë kam bërë darkën, sepse më kërkoj që darka sot të ishte siç është mëngjesi zakonisht. Gjithse sot në mëngjes nuk hëngri atë që ha zakonisht, që është kosi me tërshër me fara, me fruta. Unë ja bëra me darkë, se ajo ma kërkoj. Këtu ka kos, tërshër, boronicë, që nuk duket është poshtë, fare chia, arra, banane dhe mjalt. Sërish kemi një vakt që është i balancuar,
ka proteinë nga kosi, ka yndyrën e mirë nga arra në farqia, ka karbohidratet nga banania dhe nga boronica, po ashtu nga mjalti. Kështu që edhe sot besoj që jemi shumë okay. Sot është e diel, e di, kaluam nga e premtja në të dielën, po Amara dihet është unën dojnë tek gjyshja be, tek vjera ime, kështu që ka ngrënë atje. Nuk kam gatuar unë, nuk e di me të drejtën çfarë ka ngrënë, po me siguri gjërat e mira që i bën nëna. Ndërkohë që darka për sot është kjo këtu. Sot për Amara kam bërë quinoa, qiqra, karot, brokoli, kastravet sushi dhe salcë avokado. Është ai produkt bimor që ka proteinën e plotë, sepse proteinën e plotë e kanë produktet shtazore, mishi, apo peshku, apo pula, ndërkohë që nga proteina bimore, ajo që është e plotë, që i ka të gjithë aminoacidet, është pikërisht quinoa. Prandaj kur gatuajmë quinoa, nuk ka nevojë që të gatuajmë mish, të kemi peshk apo diçka tjetër, sepse e plotëson vetë quinoa nevojën për proteinën e plotë. Këto kanë qenë baktet gjatë javës. Si janë dukur? Ç'mendim keni? Pret komentet tuaja më poshtë.